duar edhe për çështjen e presidentit. Si e shihni ju? Po mund të ketë ndodhur, posaçërisht mendoj takimin me zotin Abidxhiku, besoj që zonja Osmani ka shfrytzuar për ta tematizuar edhe çështjen e zgjedhjes, përkatësisë zgjedhjes së saj në fillim të muajit tarshëm. Lëvizja vetëvendosje, kryeministi Kurti në disa deklarime të tij ka parapar një farë rrugën, nëse mund të them kështu, pas konstituimit të kuvendit, zgjedhjes së qeverisë, pastaj miratimit e disa ligjeve të rëndësishme që i përmendëm më herët, pastaj vjen çështja e presidentit. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje do ta propozojë zonjën Osmani, dhe nëse do të ketë vullnet prej partive tjera me përkrah, do të zgjedhet ajo. Në të kundërtën, debatet që kam qenë, unë i kam ftuar partitë opozitare që të gjejnë një person, një figurë konsensuale, e cila do ta sfidonte edhe zonjën Osmani, e cila do ta sfidonte edhe lëvizjen vetëvendosje, edhe pastaj të kemi dy kandidatë. Edhe të shohim kush do të... Të ishte një gare vërtet, ju ajo çfarë ndodh zakonisht. Ashtu siç parashihet edhe me kushtetutë, edhe mendoj